Ta ju dëgjojnë ju vetëni. Ne kemi parë, ju vinë njerëz shumë ju dëgjojnë, të tregojnë që ka një lloj pakënaqësie. Po, Edhe dëgjoni ata? Patjetër. Domethënë ata çfarë pakënaqësie kanë? Ne kanë pakënaqësinë me Sali Berishën, apo me Flamur Nokën dhe me numrin 2 dhe leadershipin i thonë ju me kryesisht. Shiko, ka një gjë që se nuk është se është sekret, po. Unë takimet që zhvilloj, nuk është se janë takime që shkon mi organizon dikush siç ndodh në partitë. Jo, do ta vim vetë, po. Jo, përveç se vim vetë. Po ju them një gjë se si mënyrë organizimi, se nuk është se është një sekret. Unë shkoj ditë para aty, rri me ta, diskutoj, flas, i pyes për shqetësimet, pyes si e mendojnë. Problemi themelor është që nuk i pyet asnjëri ndarësinë e Partisë Demokratike fare. Pra e trajtojnë sikur i kanë punëtor. Më keq se i kanë punëtor, se punëtorin e do ai punëmarrës se i bën punën. Janë për fushat, shkojnë marrin një mandat, nuk i takon njëri pasi përfundojnë zgjedhjet, nuk çojnë deputet ata që duan ata që të jenë, që të ketë përfaqësim, nuk përballen këta që janë drejtues të partisë në fushat. Dhe pakënaqësinë e kanë me të gjithë, nuk përqendrohet dot tek një emër. Kanë me të gjithë, thonë Partia Demokratike nuk ecën dot më kështu. Sepse nëse dhe po e tregon vota. Nga zgjedhjet në zgjedhje po vi më pak, në zgjedhje pjesme që u bën 5 bashki, po ti mbledhësh votat e 5 bashkive që janë të mëdha, siç është Vlora, Berati, se nuk po them Tepelena që morim 1000 vota, edhe Mati, ne nuk bëjmë dot edhe Cerriku, ne nuk bëjmë dot një mandat deputete. Me votat që u morën, ndërkohë që po të marrësh votat edhe të zgjedhjeve të fundit, ne në ato qytete kemi prodhuar 7 deputet. Njerëzit që thonë thotë. Me votat, po atë që thonë, atë që thonë njerëzit për këtë jam duke thënë. Pra njerëzit e thonë këto. Pse nuk dalin dhe tjetra? Ore, njerëzit janë të pakënaqur në mënyrën më masive të mundshme ndaj qeverisë, por nuk dalin për shkak të kësaj, se nuk kanë besim, se thonë do vendoset, do iki Edi Rama dhe do vihet dikush me prepotencën tjetër që nuk na pyet shpiton, se shtëpia vetë Partia Demokratike. Pra, me të njëjtën arrogancë, do vi dhe do sillet dhe me ne, pa të vendosim disa rregulla, të zbatohet, të vendoset indikator se si promovohet karriera në Partinë Demokratike. Ora kontribon për vite me radhë në opozit, mban kosto se janë sakrifikuara, do janë pa punë, janë në represionin e qeverisë, marrin gjoba nga tatimet, nga policia, pra janë të shmangur nga të gjithë elementet siç është në një regjim. Dhe ndërkohë, kur vjen puna për deputet, kur vjen puna për të promovuar, vijnë njerëz që nuk i njohin fare, si që nga kjo punë kështu. Pra është shkatruar sistemi meritës Partinë Demokratike, këtë thonë. Nuk ka indikator, ora si bësh deputet, po bëhet me primare, hajde dim bëhet me primare. Po bëhet me forma tjera, hajde vendosim disa indikator. Se primaret po e përçajnë partinë, themi, po, kush bën opozit më shumë, kush ka, po themi, dalje më shumë publike, kush ka më shumë mbledhje në parti, po themun, kush ka më shumë organizim protestash. Hajde ti vendosim edhe ti dim rregullat se si ecën. Sepse të vendosësh edhe elemente të tjerë. Por e vonesa që ka Partia Demokratike në çdo qasje. Niset për një çështje, kandidatët për shembull, mund të nxjerrën një vit para. Kandidatët për bashkit. Qëndrimet. Para ditën njerëzit nuk e din, prandaj po them, nuk e din çat ton. Ata shajnë spakun, ata ndrojnë. Ç'të bëjnë? Tani, ata shajnë Shtetet e Bashkuara se nuk na duhen se jemi parti sovraniste, apo të presim që Shtetet e Bashkuara dhe presidenti Trump do vi do ta marrim me helikopter Trumpin. O ta dimova. Ramën. Pra cilën të thonë, se ulen njerëzit për tavolina dhe janë njerëz politik, nuk është trup që nuk kupton. Përveç konstatime për qeverinë, që i bën gjithë opozita, ju keni ndonjë zgjidhje si largohet ky Edi Rama, se konstatime domethënë duhet i bëjmë ne, domethënë ne jemi me media që merremi me këtë punë, që bën kjo qeveri e gjitha. Si mendoni ju për shembull, se Berisha çfarë thot sot nuk e thot nesër, po tani ti si mendon si ikën ky Edi Rama? Se po bëre konstatime vetëm. Ja po ta them. Ka 2 rrugë se si mund të ikë një qeveri. Sipas meje. Ose me frymëzim, pra një opozit frymëzon gjithë njerëzit dhe dalin shesh në mënyrë masive dhe paralizojnë jetën e një vendi, dhe në fund do shkoj tek vota dhe kjo. Dhe rruga tjetër është me votë. Unë nuk di asnjë rrugë tjetër se si largohet në qeveri. Dhe nuk ka në fakt, të thuash tjerat është gabim. Dhe që ta mundim Edi Ramën, ne duhet përmirësojmë Partinë Demokratike. Partia Demokratike, ja ta them, Partia Demokratike duhet ripërtërihet, duhet bashkoj gjithë pjesët e saj, të gjithë pjesët e saj.
Se Partia Demokratike sot ka larguar edhe i turret çdo njeriu që mendon ndryshe. Në bashkim të gjithë pjesëve ti je një armik i parregullueshëm. Shikoni pak, po. Ore kur je armik i parregullueshëm. Kur më shpall Partia Demokratike mua armik, që un kam mbështetje në njerëz, kam kam një lloj vokacioni publik, dal në media, kam kontakte me të gjithë ju. Imagjinoni se ç'a bëjnë me gjithë tjerët që mendojnë ndryshe. Duhet të bashkoj, si pra që ta them që duhet bëj, duhet i bashkoj gjithë pjesët, duhet bëj hapje ndaj shoqërisë, duhet marrë njerëz që janë certifikuar në publik si personalitete. Por Partia Demokratike është në stagnacion, ku diun, u bën 20 vite, qarkullon po në të njëjtën elitë politike. Pse nuk ka Partia Demokratike njerëz që kanë kapacitete siç e tregon vota zotëri. Në zgjedhjet e fundit tek pjesa e listës së hapur, tregoj qartësisht preferencat e qytetarëve shqiptar, se cilët është tipologjia e kandidatit dhe deputetit që ata duan. Dhe është komplet e kundërta e profilit të deputetëve të një pjesë të madhe, aty ka kolegë të nderuar, të një pjesë të deputetëve që u vendosën në për lista. Si që nga kjo... A mendon se kjo struktura e lejon? Të lutem, edhe një gjë tjetër. Edhe narrativa. Partia Demokratike duhet ndryshoj dhe gjuhën politike. Gjuha politike që përdor sot Partia Demokratike është e një kohë tjetër. Zotëri, kemi një pyetje shumë thjesht si ne bëri Tela, po e bëri në një mënyrë pak tërcoras. Tha, kujt i shërbet me këtë, mos opozitës apo Edi Ramës? Unë do ta bëj më të hapur. Ka njerëz që mendojnë që lëvizja juaj shërben Edi Ramës. Hapur fare. Veçanërisht në këto momente kur qeveria është zhytur në skandale. Ju dini dhe krijoni një përçarje të PD, thonë shumë njerëz. Shkurt, mund t'ju thoni atyre pse? Absolutisht, përgjigje mund. Është ndryshe, nuk e ndihmoni se sepse në rast ndihmohet Edi Rama, po ndoshta s'ka ç'i bën atje. Po jo, unë të përgjigjem këtë. Kush e ka këta, të ma thot nga drejtuesit e partisë, sa kohë do se rriun ta rrëzojnë qeverinë, sa kohë duan, ta stopoj ta. Ashtu ata mund mos rrëzojnë të rjetën? Atëherë, ky është Elbi. Pra, ne kemi 13 vite që presim do ta rrëzoj sot, do ta rrëzoj nesër. Kemi një element tjetër, o zotri, ata njerëzit që vinë do salla dhe që po i mbushin sallat plot, dhe që janë më shumë se sa do takimet që i bën gjithë partia, gjithë struktura e partisë bashkë me drejtuesit e partisë, janë njerëz që i shërbejnë të jenë në Partinë Demokratike dhe duhet gjetur mekanizmi se si të përfshim gjithë atë energji që është në këto salla në takime. Pjesa tjetër, po pse si i shërbej Edi Rama, sepse unë 3 çerekun e fjalimit e kam duke denoncuar Ramën. Në Korç nuk e përmend në Peleshin këta, se kishin ca shokët e Peleshit që i kanë futur aty në parti. E dini ju që ata që ishin në sallën në takimin e Korçës të kryetarit të Partisë Demokratike, janë njerëz që i kanë familjarët e vetë dhe 2 kryetar grup seksioni që i kanë pas në fushat, i kanë futur në punë në për bashki edhe në për institucionet e qeverisë apo jo. Pse se përmendin ata Niko Peleshin në Korçë, se apo ta them këtu, nuk u përmend asnjëherë. Dini ju që Niko Peleshi është thuajse pronari i qytetit, emëron nga Pastrusja. Korçë? Jo, nga Pastrusja deri tek këto. Absolutë, sepse ka kap edhe një pjesë Partisë Demokratike, është kthyer një klub shokësh. E dini ju që emërimi, o zotëri, e dini ju që 4 vetat në një moment caktuar, 4 personat që drejtojnë në të gjitha institucionet qytetit, kanë qenë 4 ortak në një dyqan caktuar.